Ka nisur në Korçë procesi mbledhjes së 20.000 firmave të nevojshme për të çuar në kuvent projekt ligjin për mbështetjen shtetërore të trajtimeve mjekësore të fëmijëve brenda ose jashtë vendit, kur ato nuk ofrohen nga sistemi shëndetësor publik kombëtar. Filluam sot nga Korça maraton në mbledhjes të 20.000 firma qytetare, të cilat janë të domosdoshme për çuar në parlament projekt ligjin për mbështetjen financiare nga shteti të gjitha rasteve trajtime shëndetësore të fëmijëve, të cilat janë të pamundura të trajtohen nga sistemi ynë kombëtar publik shëndetësor. Është një proces që ka filluar më herët, në fakt me shpërndarje formularësh, po sot donim të startim formal, meqense është një proces që do të vijojë. Është hartuar një grup profesionistësh, është në fazën përsëri të përmirësimit të tij deri në paraqitjen. Është shumë e rëndësishme ky procesi i firmosjes nga 20.000 shteta zgjedhës dhe do donim për krahjen e gjithë qytetarëve për të arritur quhimet dhe për ta çuar në parlament. Kësaj nisme i është bashkuar edhe një ekip i qendresës qytetare, të cilët thonë se do të vijohet me mbledhjen e firmave edhe në qytetet e tjera të vendit. Ne me ekipin e qendresës e vlerësojmë gjithë iniciativë që intelektualët e qytetit Korçës kanë ndërmarrë, e vetmja mënyrë që jeta e shqiptarëve e fëmijëve të mos mbetet në mëshirë të bamirësit, po le të themi të kemi mundësi që të kurohen nëpërmjet shtetit, të bëhet në mënyrë sa më të shpejtë. Ne do marrim pjesë në, le të themi, përhapjen e këtij peticioni për ta pasur mundësinë Tiranë, Shkodër, qytetet e tjera, jo vetëm të qëndrojë në Korçë, por të kemi mundësi të sensibilizojmë gjithë qytetarët që fëmijët janë në amanet dhe është shumë e rëndësishme që jetët e tyre të shpëtojnë në mënyrë të shpejtë. Qytetarët korçare kanë mirëpritur këtë nismë, duke qenë të gatshëm për të nënshkruar. Atëherë ne i firmosëm për fëmijët më shumë, ata që kanë nevojë. Shteti duhet t'i ndihmojë ata fëmijë që kanë nevojë. Dëshirojnë sa më shpejt o zoti i madh dhe kaq kishim mundësi. Për të bërë të mundur depozitimin e këtij projekt ligji në kuvendin e Shqipërisë, kërkohen 20.000 firma zgjedhësish, për mbledhjen e të cilave ka ende edhe 2 muaj afat.